dëgjojmë dhe njerë se ju kur e keni parë dhe nga bazoni që ky person që ju keni parë në Greqi është Gjon Toni që ne kërkojmë natën e sotme. Gjon Tonin e kam parë në përmjet televizorit që pash fotografi këtu. Po? Si post. Kam futë në pika kërkim të Gjon Tonit, si dhe mos nga purjet, nga kishat dhe në merë me kishat katolike. Kam kërku stacionin atë buzit, për stacionin atë buzëve të Selenikut. Po? Nuk më tregojnë se të përshysët nuk pas ka ta keshta i dokumenta në gjotës që ku ti ose se në gjak me Gjon Tonin ty. Po të kalzojnë e ty për Gjon Tonin, se mos të jenë në gjak me ti me ta. Dhe për me nuk më jam të shpikim, kanë frikë, se mos të jenë në gjak e të pojnë hakmarje. Edhe nuk më përshu, ka përku me zbjën një tri fotografi Gjon Tonit, dy stacionet të buzit, një takimon, me nxyra, ta fitoj, edhe të tjetë dejtim Polës, Kavala, Selenik, Larisa, tanta pikë të si kena në të tjirë, mandat të pritit si Kletë Shqip, që edhe ju të dhe të bugjet, dhe ne të kudojnë në anë të kinve, të bëjnë pa punën gjetin e Gjon Tonit. Pra ju keni bërë vetë një kërkim para prag duke publikuar foton e Gjon Tonit, apo jo? Po. Ne ju falenderojmë nga zemra, zotri. Du tri fotografi me në tyra, ti shupishoj edhe të dalë kërkim dhe vetë, se kam po merë me këtë punë. Edhe diçka tjetër, nga çfarë reagimi ka pasur pra njerëzit që ju keni pyetur atje? E njohin këtë person, është parë në Selanik, në zonën e Selanikut, apo dhe gjithë pelgun rreth e qark? Nuk kanë frikë, sa mësoj kanë frikë se mos jem nga një hakmarë, se pytë nga je, edhe nga që jem zona ne, sot mos jemi në gjak, edhe resultatin nuk kalzojnë përsysa se jena frikë se jeni në gjak, e të një me marhak, për vrasje. Pavërsisht, u i thot jam njëri postë, me dokumenta, me tona, nuk jam në gjak, kërkoj se kërkoj shpia. Edhe, si kanë hymë, si fillimisht ka hymë dhe një plasë Gjon Tonit, ka një plasë që ma ka lanë shpia, edhe do të ja, nuk pranojnë asë një sërit. Edhe diçka tjetër, ju aktualisht jeni në Selanik, apo jo? Po, Selanik, ja. Nëse ne do të kemi informacionet të tjera natën e sotme dhe kemi nevojë për ndihmën tuaj, shpresoj mund të doja të lidheshit me gazetarët për t'ju dhënë dhe informacionet më teshme që janë marrë gjatë kësaj dite. Aida? Po. Unë do munohem, do munohet kusat apë do munohem për Gjon Tonin, qote Gjon Toni, Tollët, bashkë zona, Larisa, Kavala, Volës, dhe pjesë të Selenikut do të gjej, edhe shumë burë dhe vjetë, do të gjej se kam kutiset me të tanan. Gjati, do të bëjt pra mundë të paftoj. Për bashkë kjo e këte, unë do t'jepë përgjigje pozitive. Unë ju falenderoj nga zemra, zotri, në emër të familjes së Gjon Tonit. Ju përshëndes, ju lutem mos e mbyllni telefonin, do doja të flisin me gazetarët për të dhënë informacionet të rëndësishme që mund të na ndihmojnë gjatë kërkimeve tona për Gjon Tonin në zonën e Selanikut. Bashkë mirupafshim për momentin. Mirupafshim. Atëre ishte një emigrant shqiptar i cili ka ofruar ndihmën e tij vullnetare dhe ndërkohë ka pasur dhe disa të dhëna për Gjon Tonin. Gjithsesi, do doja t'ju bëja një pyetje. Keni pasur ndonjë hakmarrje apo diçka në familjen tuaj? Absolutisht, Aida. As hakmarrje as kur gjanë botë. Na gjithmonë kanë jetu krejt qetë, as kanë pas debate me kënd, as zhak, as hakmarrje, as kur gjanë botë. Absolutisht. Sepse nëse e vut re zotria, pra në momentet e para që ka pyetur për të, njerëzit janë nguruar sepse kanë kujtuar mos ndoshta ai ka qenë e në gjovë me vëmendje edhe personin, po nëse kanë pas në hakmarrje në botë. Asëherë, për në vërë të që thojnë ati e shqiptarë që janë ati matan, a i ka parasit vetë lini, që thunë e këte muabet, shok të ti, aty u din vicej edhe zoti. Por nësë këna pasë absolutisht. As hakmarrje, as në gjak, as e gjanë. Dhe shohë se lini e ka një gju, që ne a kërkojmë, me ka ngullje, do të kënë thanë e shoku ti që thuj, po të pyti kush, thuj këte muabet. Tha mund. Po s'ma hamë me ndë se nësë këna pasë, në me kënë hasperie gja, në rrimë të në dërmërën, në dalim vazhdimisht punojmë. Edhe linja kënë tepër djallë punëtor, kur vite për Greqiet, mas një javë të jetë në punë në Shkodër. Punëte, vazhdimisht. Kishte punë krajt, nuk kishte punë krajt, ka le karrocë, delte në Shkodër, punëte.
Juve ju ka thënë faktin se ai nuk ndoshta donte të merrte familje mos kthehej më në Shqipëri? Apo ka qenë i lëkundur në vendimin? Unë e di diçka tjetër ide se kur kam fol vetëm me te që më mërte mu, më thotë se më ka thënë bush, sa të merr parë do vi shtëpi, bëj shtëpinë, nuk të shkoj më. Ai faktikë ka pas dëshirë me marr familjen me tan, se i ka thënë ky shoku i tij, ky Vasili. Merr familjen, si dhe kanë, na bën me har për shoqen, na lan na shpëlan, i kaç. Po asnjëherë në botë më fjalë mua ka thënë sa të merr parë do bëj shtëpinë dhe shkoj më. Pas edhe herë prap në botë thëmë që në s'këna pas as mëri, as hakmarrje, as në gjak, as i gja. Unë thëmë prap që në qovë se lini. Do të kënë folme në shok ti, do të kënë thënë thuje këte muhabet, thamë unë. Me sa kuptova që tha personi, që në s'këna... Si është të telefonoj vetëm për vajzat e ti, dhe për nënën tuaj e cila... Gjithmonë thëmë prap të pasën të marim vesh është gjallë, ajo është kresore dhe pastaj të tjera... Lini në qovë se është gjallë, e vetëm për 3 vajzat tia, që dhe mos për vajzë dytë, që e po shgull flok ditë për ditë, ja fut murit me kry. Sa mund me sel? Se mu më thot e qaqesh, thot, do të masilës thot babin. I tham, klinis, dhe shkojnë Tiranë të Aida, vetëm Aida dhe i madhëzët dhe të asjel babin në shpi. Ose telefonat që do të bojnë aja. Do të flasin baba jëtë, do të lidhen Aida me te, do të falë shëllati me te. Edhe belit në drej, kur nisa marë për Tiranë, se lash punën të Matsati, më tha, a qaqesh thot, a qaqesh thot babin. I tham, vetëm Aida. Edhe në qovë se i thash baba, do të marrin telefon. I thash vita, do të lidhen direkt, i thash Aida me fol me ty. Pa tjetër. Atleta shpresojmë që ndoshta e hedha i hapin e parë. Ja u them këtë sepse në bazë të informacioneve që kanë ardhur gjatë gjithë kësaj javës që thashë pak përpara, mendohet se vërtet Gjoni ndodhet në shtetin grek. I shotën zoti, po mi fjalë që s'kana pas kur hakmarrje, as gjak, as meri me njëri gjallë. Po këta muhabet e thamë që mos i ka fol Lini, do t'i këta në shoku ti që i thuj këte. Te muhabet thamon. Nuk e dim se si mund të ketë zhvilluar jeta e ti dhe çfarë mund të ketë ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe nga qershorit deri në këtë moment që ne flasim. Gjithsesi, le ta gjejmë mënyrën dhe ka mënyra nga më të ndryshmet që të njoftoj se është gjallë dhe shëndoshë mirë. Ju falenderoj shumë Aida. Do të presim deri në fund të emisionit. Gjithsesi unë do doja të japja fjalën Realdit dhe menjëherë pastaj gazetarët e tjerë nëse kanë informacione për Gjon Tonin do doja t'i publikojmë. Reald. Telefonata që pak çast përpara me zotrin do doja ta ripërmbledhja sepse linja ishte pak problematike dhe ndaj është të arsyeshme ta ripohoj dëshminë e personit. Ai veç fakti që po na ndihmon me kërkimet që po kryen për Gjon Tonin, ai vetë ka takuar në dhjetor të 2008-s Gjonin në stacionin e autobusave në Selanik. Në bisedën e shkurtër që kanë patur dy zotrit, zotria që telefonoi dhe vetë Gjoni, Gjoni e kishte pyetur sepse nëse kishte hasur postobllogje policie gjatë rrugës së tij. Ai kishte ndërmend për vete të drejtohej për në Volos. Kjo është biseda e shkurtër që këmbën këta dy zotrit. Pashtë arsyeshëm ta përsërisë sepse linja që nuk u dëgjua mirë në ajër, gjithsesi falenderojmë zotrin i cili po ndihmon dhe vullnetarisht me kërkimet e tij në zonën e Selanikut. Ndërkohë që unë do doja të pyesja gazetarët, ka pasur informacione të tjera natën e sotme për Gjon Tonin? Po Benard. Dua të them se kanë mbërritur disa mesazhe në numrin tonë celularit AMC, ku kanë ripohuar pra se fytyra e Gjon Tonit është një fytyrë e parë pra në zonën e Selanikut. Këtë na thonë të gjithë emigrantët shqiptarë dhe kjo është pozitive. Është pozitive sepse tregon ndoshta ekzistencën e tij në jetë. Kjo është më kryesore dhe pastaj të tjerat po, të paktën të jetë gjallë. Ndërkohë do doja të pyesja të gazetarët e tjerë, ka pasur informacione të tjera sonte, cila ka qenë lëvizja që është bërë nga ana tjetër, pra pikërisht nga Greqia, nga Selaniku. Kemi pasur telefona, po Altin. Persona që mendohet se mund ta kenë njohur Gjonin janë treguar të gatshëm që shkojnë ta kërkojnë dhe në vendin ku mendohet se është parë tek stacioni i trenit. Janë gatshëm që të shkojnë ta kërkojnë që sonte. Dua të them se nga telefonatat që janë bërë, ka pasur dhe persona të cilët e kanë njohur Gjonin dhe përpara se ai pra e kanë njohur që nga Shkodra. Dhe kjo vërteton dhe njëherë faktin se ai është gjallë dhe është në jetë. Kjo na ka dhënë shpresat që ne të paktën të dimë ku të kërkojmë. Greqi Selanik, që për neve si që përna bojnë ne si familjarëve, sidomos për trivazhet e tia. Ka pas dhe një informacion tjetër dhe ne kemi filluar kërkime dhe në këtë pistë, se mos ndoshta nga që Gjoni ka qenë pa dokumenta,
mos ndoshta është kapur nga policia dhe është duke vuajtur ndonjë dënim, nuk e dim se çfarë mund të ketë ndodhur me njëherë mbas ikjes së tij nga shtëpia. Jemi duke kërkuar dhe në këtë pistë. Ndoshta deri në fund të emisionit ndoshta do të kemi një përgjigje pra edhe zyrtare në këtë anë, por edhe nga kërkimet që korespondentët tanë janë duke bërë në gjithë zonën e Selanikut. Atëherë, nëse ka diçka tjetër që mund të publikohet dhe po, Rald? Ndaj nuk mund të themi gjë për moment. Atëherë do të presim, nëse ju keni diçka tjetër për të thënë. Unë thashë edhe por që ne as jemi me hasmëri, as hakmarrë, as zhak, as i gjan, unë do i thosha Alinit, shoh se ka fut në shokti me boksi propagandash që nuk do me komuniku me ne, e ma mje dalë në tojnë vetë direkt. Mos më tojnë mu, as shoqës, as nanës, as vajzo, tojnë për shamë ty se Aida.